Sot, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri thirrje për unitet të popullit serb, duke vënë në dukje se hera e parë që lista serbe ose çdo listë mbështetur nga Beogradi që bën thirrje për unitet nuk fiton në Kosovë, nuk do të ketë më serb në Kosovë. Kjo është arsyeja pse ai i përgëzoi serbët në Kosovë që pavarësisht të gjitha vështirësive, dhimbje dhe zemrimit, ata dinë se të sillen për të mbijetuar dhe për të qëndruar në Kosovë. Vučić përsëriti në Shqipov, Republika Srpska, se Serbia dëshiron më shumë paqe sepse është e nevojshme për zhvillimin ekonomik. Drejtori i Zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, njoftoi se Prishtina po politizon çështjen e personave të zhdukur dhe akuzoi autoritetet e Kosovës për frikësim dhe arrestimin e serbëve në komunën e Zubin Potokut. Ai deklaroi se Beogradi ka këmbgulur për vite me radhë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe ka pranuar deklaratën për personat e zhdukur dhe ka përmbushur të gjitha kërkeset nga Prishtina për të kërkuar vendet në Serbinë qendrore, ndërsa siç pretendon ai, Prishtina pengon punën e grupit punues për personat e zhdukur dhe nuk e përmbush kërkesën për përkrime në 8 vendet në Kosovë. Petković vlerësoi se Albin Kurti dhe Xhelal Sheqja po përdorin çështjen e të zhdukurve për konfrontimin politike me popullin serb dhe sulme ndaj Beogradit. Kryetaria Komisionit për Kosovë dhe Metohi në Kuvendin e Serbisë, Danijela Nikolić, theksoi se Prishtina zbaton një politikë kushtëzimi, presioni dhe terrori të tmerrshëm kundër popullit serb, për të cilën nuk ka të drejtë as drejtësi, dhe shtoi se bashkia ndërkombëtare ka mekanizma për të parandaluar këtë, por nuk po i përdor. Nikolić tha për radio televizionin e Serbisë se arrestimet e serbëve me akuza për krime lufte nuk janë incidente të izoluara, por politika e Prishtinës që synon dëbimin e serbëve. Ajo theksoi se nuk ka më hapësirë për një jetë normale për serbët. Ministria e Punës së Jashtme e Serbisë njoftoi me rastin e përvjetorit të operacionit Stuhia se Serbia kujton me respekt të thellë të gjithë ata që vdiqën dhe u dëbuan gjatë këtij operacioni kriminal, duke vlerësuar se ishte një nga eksodet më të mëdha të popullit serb në historinë e kohëve të fundit. Ministria kujton se në gusht të vitit 1995 rreth 250.000 serbë u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre shekullore dhe 1904 persona u vranë, kryesisht civil gradha të moshuar, ndërsa 612 persona të tjerë ende janë të zhdukur. Vuajtjet e tyre mbeten në kujtesën e përhershme se krimet kundër popullsisë civile nuk duhet të harrohen ose relativizohen, deklaroi Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë në rrjetin social X. Gazetari dhe shkrimtari Živojin Rakočević vlerësoi se ligji për turizmin, i cili hyri në fuqi në Kosovë 2 ditë më parë, është diskriminues dhe përfaqëson një vazhdim të veprimeve të autoriteteve të Prishtinës deri më tani. Ky është vetëm një vazhdim i faktit se nuk mund të shfaqim flamujt tonë, nuk mund të kemi bluza me shkronja cirilike ose hyrja në Gazimestan është e kufizuar si të kontrolluar sikur të hysh në një zonë të sigurt të veçantë, theksoi Rakočević. Sipas tij, ligji i grupeve të organizuara që vijnë në gujit turistike pa licencë të Prishtinës duhet të shoqërohet nga një gujit turistike lokale licencuar në Prishtinë gjatë qëndrimit të tyre. Një grup qytetarësh protestuan në qendrën e Shkodrës për shkak të punës së qeverisë shqiptare dhe njoftimit për hapjen e konsullatës serbe në atë qytet. Të dielën ata ecën nëpër rrugët me pankarta dhe flamuj të Shqipërisë, Kosovës dhe UÇK-s me mesazhin se hapja konsullatës serbe është e papranueshme. Nga ana tjetër, Miloj Kabrajović nga Shkodra vlerëson se ky veprim do të bëjë jetën e përditshme të serbëve në Shqipëri shumë më të lehtë, do të mundsoj njërit prej fëmijëve serb të punësohet në konsullat. Për analistin Ben Andoni, reagimi negativ nuk është i papritur, shpirti nacionalist është më i fortë se fryma patriotike dhe mbi të gjitha është më i fortë se fryma e bashkëpunimit dhe interesi shumë i madh që kemi si kom në Medveç, Bujanoc dhe Preshev, thot Andoni.
Analisti Predrag Rajic beson se hapja konsulatës në Shkodër do të thotë shumë për serbët për shkak të ruajtjes së identitetit dhe lidhjes ekonomike me shtetin nam. Ai gjithashtu shpreson që ky veprim do të relaksojë marrëdhëniet në rajon. Mot me diell dhe shumë i ngrohtë me erë të lehtë në drejtim të ndryshëm sipas parashikimeve aktuale, vala të nxehtit do të jetë më e theksuar në periudhën nga 5 deri 8 gusht, kur pritet temperaturat maksimale deri në 40 gradë në shumicën e vendeve. Nesër temperatura më ulë do të jetë nga 11 deri në 23, kurse ajo më e larta do të sillet nga 35 deri në 40 gradë Celsius.